Për të ndjekur ndeshjen Vllaznia Dinamo kanë ardhur shumë sportdashës nga gjithë Shqipëria, por edhe gazetarë sportiv nga larg, nga Dibra vjen pikërisht Fatmir Xhuxhi, është një koleg i ynë i hershëm që transmeton nga Dibra, nga Peshkopia, ndeshjet emocionuese të Korabit të Peshkopis, por edhe me gjerë. Mirë se erdhën në Shkodër. Faleminderit dhe mirë gjeta. Pak herë ju kemi parë, por gjithsesi e frekuntoni Loro Borisi. Praktikisht me të thënë të drejtën, unë jam njip i lindur në Vaudesë, njip në Mjet. Edhe kam pasion, edhe kam për zemër ekipin e Vllaznisë. Shkak për ardhjen sot është bëj një tifoz i zjarrt i ekipit Vllaznisë Shkodrës, një Aziz Begu nga Peshkopia, nga fshati Vakuf, i njësisë administrative Kastriot. Edhe në ndër tifozët e ekipit Korabit Peshkopi, të ekipit të Vllaznisë, ai mban vendin e parë në renditjen e të gjithë tifozëve në faqen e tifozëve të Vllaznisë. Që do të thotë që në Dibër, në Peshkopi, ka tifoz Vllaznia? Shumë. Padyshim që ekipin e Vllaznisë e kanë për zemër shumë Dibraç. Që kthehemi tek ndeshja, ka përfunduar pjesa e parë, barazim 0-0. Mendimi juaj? Për mendimin tim, jo në aspektin teknik, se nuk futemi në aspektin teknik, aq sa pas Vllaznia ishte më dominuese, pavarësisht edhe rastin e Dinamos, një gol i anulluar. Ai mendimi i gjyqtarit nuk futi kompetencat e gjykimit, por për mendimin tim personalisht e goli i rregullt. Megjithatë, loja akoma vazhdon, shpresoj fitë Vllaznia dhe uroj ekipit Shkodran që të shpallet kampion i Shqipërisë këtë sezon. Si parashikoni pjesën e dytë? Pjesën e dytë me një fitore të ekipit të Vllaznisë për rezultatin 2-0. Dhe shënojnë autorët e golave? Bekim Balaj edhe Doda. Bukur, për të mbyllur, kolegu Fatmir Xhuxhi ka dhe logën vetën si gazetar, komentator i radio televizionit shqiptar që përcjell emocionet nga njëra ndeshje tjetër. Cila ka qenë ndeshja më e veçantë për ju në karrierën tuaj sportive që keni transmetuar? Por pa karrierën time si komentator tek emisioni nga njëra ndeshje tjetër, e kam vazhduar me 15 shtator 2015 në stadiumin e Kamës Korabi a Davidi Pojës. Me fitoren e ekipit Korabit, rezultatin 3-1 me golat e Dritgurit. E përshëndesim Dritgurin, një futbollist shkodran, pasi për Dibër ka kontribuar shumë Shkodran me Daniel Jubanin, Kirin, Pelingun dhe Dritgurin uroj sukses e kudo që t'jenë në jetë edhe në karrierën sportive të tre futbollistëve që kanë kontribuar për Peshkopin dhe vazhdojnë të kontribuojnë në ekipet aty ku ndodhen ose dikush e ka lënë edhe karrierën sportive. Por me emocionate ka qenë ndeshja Korabi Kastrioti Krujs në finalen për ngjitjen në kategorinë në A-biznes superiore. Ishim në Fatmir Xhuxhi, komentatori më i njohur nga Dibra, ai që përcjell me shumë emocion në ditë të mira me diell pandëror, por edhe në ditë të vështira me debor. Shpeshherë kemi ndjekur ndeshjet tuaja kur stadiumi ka qenë i tërë i mbuluar me debor dhe me akull dhe ju në kryet e detyrës. Faleminderit. Me kujtove dhe i qastë, me falë gas, ka qenë ndeshja Korabi Veleqiku, u blokua ndeshja pasi stadiumi u mbus me debor, kemi pastruar 3 ditë me deborën, edhe u realizuar ndeshja pas 3 ditëve. Dhe fitoi Korabi. Faleminderit, respekte.